Velim e në arsye se... Dhe po vendosa që të filmos kontratën. Unë me pije dhe me valzu, ndoshta edhe unë knoç na vjen dhe tjerë do kishi ku. Kam pazarë që ka bërë mami në Grejteli, ka marrë Haribo, ka marrë... Të dy hajtë. Po ti kërtari ratilë, jo po që... E pa be me dhejre, në Jo dua, ti... 2000, hynje në pazari, hynje dhe në pazari. Dhe nuk e dallon jetot, ku ishte qendra dhe... O ta shit... Mirëmëngjes, po fillojmë një vlog të ri. Ky vlog supozohet të niste që dje, por duke qenë se kam shumë kohë pa xheruar, unë harrova që ta merrja fare kamerën. Sapo jam bërë gati tani sepse sot jam në punë, jam për bashkëpunimin tim me Daisy. Kam bërë pak make-up si gjithmonë. Flokët i ka pak kështu gjysëm që t'jem sa më komode. Po, në këtë vlog kam shumë të reja për t'ju treguar, mezi po pres të ndaj me ju, sepse kam bërë mungesa, përse nuk më ka munguar YouTube, po vërtet që nuk kam fare kohë. Hapi fundit që më ka ngelur është parfumi, po edh këtë parfumin nga Najat. Është i preferuari im për momentin. Është këtu, mund ta shikoni dhe në web. Kam nisur dhe diçka të re dhe jam shumë emocionuar për këtë. Është një kontratë që nuk e prisja që do të vinte në këtë moment. Ndërkohë që dua t'ju falenderoj të gjithëve ju që më ndiqni dhe në Instagram, sepse në Instagram jam meritur shumë. Nuk e besoj dot kur hap Instagramin dhe shikoj se sa shumë njerëz të rinj kam aty çdo ditë. Edhe kjo më lumturon që puna ime po vlerësohet dhe po pëlqehet. Nga ana tjetër kam qenë shumë e lodhur, nuk duhet ta mohoj. Tashmë po bëhen 3 javë që nuk kam bërë asnjë ditë pushim dhe kam qenë nga jugu në veri me plot kuptimin e fjalës, pra sa ndej këtej. Kam lëvizur shumë shpesh nga Tirana, sidomos këtë javën e fundit, sepse këtë javën e fundit ka qenë edhe mami im në Durrës për pushime. Kanë ardhur 4 ditë të pushojmë pak në plazh, edhe normal që më kam pritur dhe mua që të shkoj të vizitoj. Kështu që unë kam mbaruar punët, pas dite kam shkuar në Durrës, jam kthyer vonë në darkë, ditën tjetër kam filluar prapë punë, e kështu me radhë cikël. Dje ishim në Burel, sepse kishte Alini ditëlindje, nuk e di nëse mbani mend nga videot e kaluara. Bëri 7 vjeç. Gjithsesi, për te lodhjes me rëndësi ka që punën që e bëj me shumë dëshirë, me shumë qef. Mos të zgjate më shumë, po vendos të syzet. Do të tregoj outfitin pak në ashensor kur të dal. Jam veshur shumë thjesht bardhëzi, me shapka të sheshta, jem komode dhe rehat. Atëherë, plani për sot është ky. Fillimisht do shkojmë tek Daisy, të mbarojmë me kontentin aty dhe do të nisemi për në Durrës, duke qenë se mami ka ditën e fundit aty dhe nesër largohen nga dreka, unë nesër nuk i arrij dot. Dhe një lajm tjetër që këtë fundjavë do të jemi në Korçë. Do të shkojmë tek gjyshja, ka ardhur edhe Daja dhe kemi plot gjëra për të bërë. Kështu, tani po vendos të syzet unë. Le t'ikim për punë në këtë vap që nuk e di se si do iki, sepse unë eci në këmbë për ju që nuk e dini. Kështu që më uroni fat. Ky është edhe outfiti për sot. Jeshtë fare. Kam veshur këtë fundin sot, Shtaj momenti që duke të treguar veshjen në ashensor dhe thjesht të marrim poshtë. Kështu që e mbylla shpejt videon, po besoj se e pat outfitin. Jam komode, jam rehat për vapën që është. Shpresoj tani sepse e kam që këtu 45 minuta larg, diçka tjetër. Unë sa po kam mbaruar punën, jam këtu tek dyqani, edhe tani do lëviz. Da, po ishim pushime edhe me.
Bravo, bravo. E ti sweetie. Si fladi në vana. Kemi beri me një krem hidratues duar. Shumë mirë. Jeni bërë meçi, dal të shkoj pak meçi, shpejt. Bo, sa bukur. U knaqem plazhmi. Po, shumë. Do vish prapa po. Për mos po prap të do vi. Pse këtu? S'ka vende tjera. Po qevi, nuk ndjeva shumë mirë. Ah, shtruse vogël. Kishim afër, vini në shtëpi. E beson ti këtë? Shumë mirë. Ngjyrë nuk e marr shumë, po mirë, s'kaq. Tani do na qrasësh me akullore. Po patjetër. Paçi. Kujtim. Që të shkojmë edhe në çikndeshje. Po, me kë je soti? Me Marokun jam dhe unë. Ti me kë je tifoz? Në qoftë se fiton Mos Franca jam me do madhe që na Maroku. Santiago-ja. Maroku dhe unë, më. Vetëm një kemi kundra do me thënder tani. Në qoftë se fiton në Franca do ta qirasim neve, do paguajmë. Po tani do na blesh akulloren ti se. Franca qërasun. Po shpejt që nga të gjysmë mora me. Në Maroku, vetëm në arsye se doli barazim, nxori barazim Brazil. Do me thënë është i fort. Se Brazili kishte marrë 3 pikë të plota, do merrte tjetër. Do fiton të thua. Kështu që po baret, grupi do ishte Ti mami im pse je me Marokun? Po kundra me kundra Francës. Jo, pashur në Thjesht- ditën e parë që lojnë. Thjesht në kundra Francës. Më pëlqeu shumë, vetëm topin ata e mbanin. Çokoladë vanilje. Mua më pëlqejnë të dyja, dhe ashtu dhe kështu. Gjira gullohen vlog. Kam provuar. Ja ku jemi përsëri bashkë, sot nuk kam xhiruar fare. Nuk e di nëse ju më ndiqni në Instagram, por nëse më ndiqni aty, duhet ta dini që unë jam brand ambasador prej 2 javësh tashmë i Coconut Organic, është një brand i ri shqiptar me produkte skincare organike, 100% organike. E kam testuar në fytyrën time. Më kanë rezultuar produkte vërtet shumë të mira, të lënë një shkëlqim natyral, nuk të kryen asnjë lloj shqetësimi, përthithen shumë mirë nga lëkura. Dosa që të firmos kontratën, edhe tani jam brand ambasador. Nuk e di, nëse do kthesha mbrapa Tula e vogël, do ishte shumë e lumtur për këtë arritje. Ndërsa Tula e madhe thjesht nuk e ka pritur, nuk e mendoja që do vinte kjo kontratë fix pas një viti që unë u shpërngulja në Tiranë. Tani do t'ju tregoj pak produktet e brandit, thjesht për t'ja u prezantuar. Dhe nëse ju doni t'i blini, doni t'i provoni, të lini review-n tuaj, edhe t'i shikoni se sa të mira janë vërtet. Patjetër që këtu anash do t'ju lidh Instagramin e brandit. Ju mund ta klikoni, mund t'i shikoni të gjitha detajet. Dhe review-t e mia personale do t'i keni her pas here edhe në Instagramin tim. Instagramin tim gjithashtu e keni këtu anash. Dhe po, kështu është. Thjesht është një lajm shumë i madh për mua personalisht. Nuk e di se si ju duket ju. Unë gjithmonë përpiqem që në YouTube apo në Instagram apo në çdo platformë që unë kam të jap review të vërtet. Jo t'ju tregoj një produkt, ju pastaj ta merrni atë produktin edhe të zhgënjeheni. Komplet produktet janë të certifikuara, nga pas kanë të gjithë përbërësit. Prodhimi është bërë në laborator në Shqipëri, nga ekspert profesionist të fushës, jo nga një por nga disa.
është testuar, është provuar, unë veti kam testuar, duket janë të sigurta për të gjithë, pra mund të përdorni edhe si familje pa problem fare. Serumi Renew, që është një serum rigenerues, pra ndihmon për shenjat kafe nga dielli, për shenjat nga aknet dhe për atë që ne kemi më shumë siklet që janë rrudhat. E vendosa serumi përftithet shumë mirë, lëkura ime është në gjendje shumë të mirë, mund të ketë ngelur ndonjë shenjë e vogël nga aknet, që është më se normale. Produkti i dytë është kremi anti-akne. Është për të gjitha vajzat të cilat kanë probleme me akne. Nëse ju i kombinoni këto të dyja dhe keni akne, po ja them paraprakisht që brenda 2 javësh do shikoni një ndryshim në fytyrën tuaj, kështu duket teksturat. Tani do thuash ti nuk ke akne dhe pse e përdor. Benefiti i këtij kremi është që përveç se trajton aknet aktive, pra ato që na kanë dalë, parandalon aknet e reja, kështu që aso nuk dua të kem akne, unë nuk është se kam lëkurë me akne dhe nuk është se më dalin shpesh të tilla, por pse jo ta mbroj lëkurën nga ato që mund të më dalin. Mbrojtja është gjëja më e mirë që mund të bëjmë, qoftë për aknet, qoftë për njollat nga dielli, qoftë për rrudhat. E mirë është që ne ti parandalojmë disa gjëra. Do përdor serumin anti-akne. Aktualisht kam një akne të vogël këtu edhe një shenjë të vogël këtu. Dua t'i zhdu këto, kështu që këto do t'i përdor vetëm në spotet ku kam akne aktive ose shenje nga aknet. Dhe më e mira, ky serumi këtu shërben edhe për pikat e zeza, pra edhe tek hunda. Mund të djeg pak. Tani do përdor kremin me SPF 50+ Protect and Glow. Dhe çfarë ka ky krem ndryshe nga kremrat e tjerë SPF? Atëherë, e para njëherë ka mbrojtje më të madhe se 50, që është e rëndësishme shumë për të mbrojtur lëkurën. Jo vetëm nga njollat, por për të parandaluar edhe smundjet që na vijnë nga rizatimi. Dhe përveç se mbron nga dielli, ka dhe efekt hidratues. Pra, e ble këtë kremin, nuk e nevojë të blesh edhe hidratues. Sepse unë zakonisht vendosja një herë hidratues, pastaj vendosja krem SPF. Më kishte komentuar dikush që ti më përpara ke reklamuar disa linja të tjera, besoj se e kam idenë se për çfarë ka fjalën, dhe tani sot reklamon Coconut Organic, pse duhet të besoj me pak. Tani, Coconut Organic është një brand i ri, pra nuk ka ekzistuar më përpara. Ndërsa unë nuk linda sot, kam shumë vite që ekzistoj. Dhe normal që në këto vite do kem përdorur dhe produkte të tjera. Gjëja tjetër shumë e rëndësishme është fakti që në momentin që unë tregoj një produkt këtu në YouTube apo në Instagram, apo më pyet dikush dhe i sugjeroj diçka, do të thotë që mua ky produkt e kam marrë, e kam përdorur, më ka bërë punë, edhe prandaj e kam treguar, prandaj e kam sugjeruar. Nuk e kam sugjeruar kot. Nuk do të thotë që unë tani po punoj edhe po përfaqësoj një brand të caktuar, edhe brandet e tjera po i hedh poshtë, po them që çka kam përdorur deri dje nuk bën asnjëra, nuk janë të mira. Normal që secili brand, pra të paktën ato që mua më kanë pëlqyer, kam bërë një punë shumë të mirë edhe kam pasur produkte vërtet shumë të mira. Secili zgjedh produktin që i përshtatet më shumë. Mua më ofrua një mundësi, unë i mora produktet, i testova një herë, e mendova mirë, e shqyrtova në kokën time, nuk është se veprova thjesht për përfitim ekonomik, sepse falë Zotit jam në atë stadë, le të themi, që e kam disi punë në vim, pra kam punë, nuk është se kisha ngelur pa punë, edhe tani të marrë këtë brandin është si është të reklamoj që unë të fitoj sa më shumë edhe të bëj lek. Nuk ka qenë fare kjo, ka qenë një dëshirë ime për t'u angazhuar më shumë me diçka, dhe pse jo, kur një produkt është i mirë, më lej një efekt të mirë, edhe shikoj vërtet që lëkura reagon mirë ndaj tij, pse të mos e përfaqësoj, ta sugjeroj dhe pse jo ju të mos ta provoni dhe ta merrni. Prap, ngelem aty dhe them prap që çdo njeri bën atë që ndihet më mirë. Pra, mua nuk më pëlqen Coconut Organic. Për shembull, mund të thotë dikush, dua të ble X-in. Patjetër, shumë mirë, edhe X-i ka produkte shumë të mira.
nuk do të thotë që X i ka produktet e këqija dhe vetëm ky brand i ka produktet e mira. Nuk kemi se ta ndaj me thik, edhe unë nuk e ndaj me thik, unë kam respekt për çdo brand me të cilin kam bashkëpunuar dhe kam ngelur e kënaqur, njësoj si dhe brandet për mua dhe normal që në këtë stad që jam tani, në këtë pikë që jam, po përfaqësoj këtë brand, po ja u tregoj çdo ditë me fakte që unë e përdor personalisht për vete, në radh parë. Në radh të dytë, është për të gjitha vajzat që mua më shkruajnë dhe më pyesin çfarë përdor, çfarë produkt të marrim për rrudhat, çfarë produkt të marrim për hidratimin, çfarë produkt të marrim për diellin. Unë këto po përdor tani, këto do t'rregoj, nuk do t'rregoj diçka tjetër. Nëse se nuk dua që të zgjatem shumë, unë e di që shumica janë skeptik, edhe ndoshta rrjetet sociale kanë ardhur në këtë pikë për të qenë skeptik. Ndoshta shumë gjëra bëhen vetëm për përfitim. Unë di që çdo gjë që tregoj këtu e tregoj në formën më reale të mundshme, pa egzageruar, pa e zbukuruar më shumë se ç'duhet gjërat. Nuk kam ardhur, nuk kam dal as këtu, as në Instagram, as në TikTok, as kund, apo as edhe në mesazhe private të zbukuroj diçka që nuk është. Show me. Gold was the motto. This is the dress. Could we have here? Uan aldi as medalje, as menu. Në shtëpi, në këtyre rrugëve kështu. Ne sapo kemi dalë dhe ka trafik në lagje. Imagjino të stresohesh që kur del në lagje, jo më mandej. Edhe imagjino të dalësh pastaj nga qendra, s'bëhet fjalë, më mirë kështu këtu afër, madje ta kishim lënë fare makinën sot, e të kishim dalë në kam 100 herë më mirë do ishte. Po ja tregoj pak edhe lëkurën në dritë, nuk vendosa asgjë, vetëm pak ton tek syt, pak rimel edhe pak laps për buzët. Në fytyrë nuk kam vendosur asgjë, vetëm produktet që ju tregova. A pra, kështu, o zot. O zot i madh, ç'a bëhet? Rëmuj njerës, rëmuj, nuk është për dalë fare. Po hajtë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, faktikisht është drek, unë sot kisha editime për të përfunduar në mëngjes, prandaj nuk e kam hapur kamerën. Sapo kam bërë një dush, tani flokët nuk i kam stiluar akoma, thjesht i kam tharë. E di që më keni pyetur shumë për baluken, po ndoshta do bëj një video tjetër se si e stiloj dhe si e pres. Dhe siç e shikoni, nuk kam vendosur asgjë në fytyrë, thjesht e kam larë sepse sot dua që të vendos një maskë. Kam shumë kohë pa vendosur maska në fytyrë, edhe meqense është fundjavë dhe meqense do ikim edhe për Korçë, vendosa që të vej këtë maskën këtu. Kam bërë edhe kafen time këtu. Nuk e keni ide sa mirë më del kjo kafja. Jam që jam, do kryoj dhe pak content për në Instagram, sa e çuditshme duke me këtu. Besoj se keni para ato videot që merr kafe në syzet edhe ka vendosur një maskë. Të bëjmë një video fix për në Instagram edhe do një fotosh. Do ta ish këtë se shko si u hap këtu komplet. Ky është edhe outfiti për sot. Jam veshur shumë rehat, shumë komode, me kanatierën, të shkurtra lino edhe shapka. Kemi edhe një flipalosje këtu për sy. Edhe çantën, edhe do të nisemi tani për në Korçë. Your time is money, my time is the angels. No fear inside me, you know what to try. Just got put up and so gonna be. E kemi një problem, Shokim dalë dhe unë
sot jena kënaq, për zotin. Më mirë se ndurë, se ndrove tani. Sot do me thënë jam kënaqur. Qa ke marrë aty veza? Veza. Veza, do fillojmë Kishte me të që veza. ato morëm 2 recina, morëm 3 Coca-Cola të vogla, morëm sallat greke. Qa na ke gatuar, tash na tregojnë qik qa na ke gatuar. Tani sa erdha bëra byreku. Shumë mirë byreku. Byrek me gjisë se Dhe me dhall. Shpejt e shpejt dhe me dhall. Shumë mirë, të lumë shumë Byrek duar. shtëpie bë. Kam pazari që ka bërë mami në Greqi, ka marrë Haribo, ka marrë çokoladë, këtë ma ka marrë mua, tha. To do t'jap një Lukanik. sallatën e keqef këto mama? Zazishi, aceto, kjo është Kjo kështu, për makarona, janë i vetë. bugace ëmbër, jo nuk jam ato, si kam qef me pesë. Dhe ujt makarona. Ti provoj me këto mini waferat, ka marrë uzo, super pazar. Ke croissant, buke ambër, që ti e ke shumë qef. Oh, dale. Buke ambër. E këta e kam qef të buke. Ke këto croissanta. Shumë, bravo, super. Supermarket Holli shpejt nga Greqia. Kjo duhet jetë shumë e mirë. Ajo vetëm sa futet në furrë është e Po përgati. është bugace me krem. Po, sa ta futet. Të zuri malli ty për notë si. Ha? Të zuri malli? Jo. Jo. Një ditë kemi që se takuam. Po më pse më zuri? Ti të zuri se s'ke ku të ankohesh, do që të ankohesh në mua. Më zuri shumë malli. Pak të në shkënaqur në Greqi se Shumë, në Greqi jam kënaqur vërtet. Nuk të gënjen, në Durrës ne keshe me njën. Ti e di që kam alergjik prit për natë shkos jam për krap vetëm. Qa problemi ka tani? Po jam e më krua një, shikoj si Qa janë. të është bërë alergji? Si me pushku riska, si me... Deshet vjen në plash, tani kush ta ka fajin? Po me në plash mirë, po qarë është kjo këshu të ashtit? Me një personazh të këtyre kuklave, se me ke krasonit. Sot do shkojmë në Norvegjin, unë jam në Norvegjin. Me Norvegjinë. Ha, Se na mundja atire. Edhe nuk e dua fitoj. Biqës gjithë, në gjohë. Tifoza. Si thaj, unë jam qik tifoz, lui qik lot. Ishte më 50.000 euro, botë e të Tani unë nuk dua të ha byrek, po do ha pak se ma Sot një ishe ka në bërë drejtë. pastile. Edhe aty në konsum në drejke. Dolem neve nga ora 2-3 që Gjesi dolem nga Kura restoranti. shkëqe, Bon ma një akullore aty, Super. dhe në makina kështu mes për me zjedhi. dëgjoj mund tani Dhe qatë se të babi them sa s'të më le. ra pika. Vapa? O, vapët. Nëse kena ndjetë tani as rrugën, as si gjo. Në trafik s'kishte. Byreku erdhë me vrap. Patat ishin, kalonin patat si në ato video që shikojnë. Dalonin makina tër patat me rambu. Po pata vajtëm në dhaja. Pastaj vajtëm bleme dhe akullore. Okej. Akullore e ma. Akullore kaq, një Jo se kilo jo një akullore. milek që janë durës. Në mes të vapës neve, sa s'na ra pika. A ke te i ftohtë këtej diellit. Pastaj vajtëm Tha Jani, kue kam lënë makinën, tha, ka 1.000 euro kush e Kush ke. e gjen ku e kemi lënë Ke makinë? joni thashu, Ky buk i qeni, tatin me modhe, vajta me vrap. Mori i mershin. E, po s'kam tha 500. 1.000 euro. Ska gjohë dhe se të presë, për vërësi. Ma jo me gjithmen të kënaqim, ishte super. Super ishte. Me patat si do. Shikoj një Ishte me patat sa pa- pata. Ja ku i ka filmuar. Me patat. Ndale, Filmuara e të tërës. ti ka kapura, tani kapi, po bravo. Shumë pata kishte. Po, ata ti ishin. Po ka ti se t'liqe. Në akoma pa ardhë, më ka isi me hi. Ore ju me të rini një javë. Nuk lamban ti jo, s'lamban se s'ke Lafi budget. parkur vjetë, Unë thonë të dhe me hi. nesër jam në shtëpi. Do ta shfrytëzoj dhe Ti ri, po mos jam, kuptove. Ti ri, po s'jam. Me bak fjallë, Ri, si sa duash rida, sa disa duash. dusa punë në Të sesion. vjet pa Dhe në orën 2 dha. Se me një Sa është ora 2 pa pe. Bani qesa, bani. Bani qef dhe në orën 2, sa. Falenderi, sa. Më falë, ta po sa është ora 2 pa 10. Kështu e beri dhe Klodi, rini një, po unë dhe A e nesër. byrekun, so fulla se i dha e lodhë. Po s'maret me. Sofia ka lam një ditë. Po Fantastik. sot temi kënaqur. Konstantini me dritash. Po jo, Teja, hello. jemi këtu, do vish për kafe. E more telefonin. E më... O, sa mirë.
Ne sapo kemi ardhur në shtëpi dhe jemi duke parë ndeshjen Angli-Norvegji. Doja t'ju thoja që këtu në Korçë është ftohtë. Domethënë, unë nuk e prisja. E dija që do ishte më freskët, por të them të vërtetën unë po ngri. Plani për nesër është do shkojmë të marrim gjyshen fillimisht. Edhe pastaj do dalim për drejt, po nuk e kemi vendosur akoma fiks. Gjithsesi unë do t'ju tregoj përsëri me risër. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ne sapo jemi zgjuar, ora është 9 e mëngjesit tani, u bëm gati shpejt e shpejt, edhe do shkojmë tani të marrë motrën tek shtëpia e saj. Do pim një kafe shpejt e shpejt, siç bëjmë gjithmonë kur jemi këtu në Korçë. Kam fjetur shumë mirë, shumë freskët. Se di për ju, ai keni nisur pushime, ta nuk i keni nisur, unë për vete deri nga shtatori nuk ka pushime, maksimumi do një fundjavë, kështu shkputje lehtë edhe kaq. A ty ta pim për paskuqi? Për kamerat. Për gjira. Për publikun e gjerë. Për kamerat. A s'ka rezervim kujtë? A s'ka rezervume? Jo. Të drejtojmë pak se. E kisha lanë si men të koca. Bëja këtu atë, Sofia, që thash. Të dy, hajde. Ita ime ti. Anus, hajde këtu. Anus i bukur. Me dasën? Po se pagëzim. Pagëzim fëmijësh, është me bojqell këtu. Çuna. Tani do bëjmë ekstremin. Tani do ikim në gjyshja. U kënaqem me këtë kafe. Që është ajo çuna? Çuna është meme, është një djalë i vogël që thot çuna. Tani do bëjmë ekstremin. Kush e di. Që po të vi vetë, do me thënë, nuk e gjej dot shtëpinë tënde në Tiranë. Se gjë? Jo. Për zotin, po mos më sollën deri aty ju ke pallati, unë nuk e gjej dot. Po mirë, ne të dalim të marrim. Kur do vish? Kësmet tash. Po që të nisem vetja, jo. Zbet Në fjalë. Tiranë vetja. Erën me na kelen jashtë. Edhe kur o të... Ti shërtari ratino. Jo, po që E pa ape me dhere, na jo për thua. dhere. Ti mos hyr ter këta do. Edhe kur o gjadi të ma mërë... E ka me taktike. Urdhroni. Sa i bukur është verë me fustan. Edhe më tregojnë mua ato pasa me vin. Me bandillin. Po jo me te u shke mamas. Me një trëndafil kë mama time. Jo, falemderit mbaj për vete. Tine do ma shumë të një. Djalën, po tash dëgjoj. Fëmija të një lojt janë. Pa është qiklar. Edhe duan se e ka pasur. Se si është fustana në duket. Se ti si është buka. E dua se e kam në shpirt në zemër. E dua djalën. Edhe çupën e dua. Njeri domates, njeri ruçka, tjetri kleçka. A i befsh me bejsa, i befsh. Ja sole nenës që nga Tirana. Mami Kloga. Pa. Hajde nona dhe. Me për para dhe pas e s'me relat pas e. Marrim. Ka ndonjë Se fje, pse kur kam kë kërpurda? do një Jo, se kukuret, di që do t'i s'ka. pëlqesh Dhe i hashti? Kështu ta bën direkt ajo që Në raqë. Solli një verë, po pa mu verën tim. Pisha, jo. Po që në utu. Por e kësujem në vetë, do një shishe tha po. Kola, por o si ti kjo. I ku kolara, i kam edhe dyrë të tjera. Beni mo këshu, mo. Lere ta shi. Bete kënaqja. Të shijua. Mira.
e ka dalë. Shifti. Po se shikon ti me Lizën. Dilje, dilë. Ka lezet. Mëngjes nga dita tjetër, sot është e hënë. Ne dje jemi kthyer shumë vonë, edhe nuk e di, po kjo fundjava ka qenë kështu si një ëndër, aq shpejt ka kaluar, sa hape mbyll syt, nuk kam kuptuar asgjë çka ka ndodhur. Thjesht mbaj mend momentin e fundit që u nisëm që këtu, edhe pastaj çdo gjë shkoi shumë e vrullshme, shumë me shpejtësi, bëj këtë bëj atë dhe nuk është se e di fare se çfarë kam xhiruar, të them të drejtën. Di që jam përpjekur të kap sa më shumë momente nga kjo fundjavë. Edhe u përpoqja të kaloj pak kohë me familje, sepse pas një periudhe shumë të ngarkuar, kam pasur vërtet nevojë që të shkëputem disi nga puna. Ky ishte vlogu im për këtë herë, nuk e di se si ju është dukur, nuk e di nëse ju ka pëlqyer, nuk e di nëse keni kërkesa, unë ju pres në koment. Ka qenë një vlog si ato vloget që unë tash më bëj në përgjithësi, pra vlog real, pa filtra, pa e menduar shumë gjatë se çfarë do të xhiroj, çfarë do të tregoj, thjesht ashtu siç ka ardhur fare natyrshëm, kam hapur kamerën, kam treguar një moment, kam vazhduar, kam ndarë me ju një ndjesi, kam ndarë me ju diçka dhe kjo është e gjitha. Shpresoj që të jetë përcjell energjia e mirë, ashtu siç unë e kam pasur këtë fundjavë, dhe shpresoj që të kemi një vlog tjetër sa më shpejt në vazhdim, do mundohem që të xhiroj më shumë. E kam thënë shumë herë, po vërtet që do mundohem, sepse kur marr mesazhet tuaja që ju mungojnë videot, që doni video të reja, më gëzoni shumë, edhe dua që të bëj dhe unë për ju maksimumin. Kështu që mos harroni të shtypni butonin subscribe, like, më komentoni te kjo video që unë ta kuptoj që videot ju pëlqejnë edhe doni më shumë të tilla, dhe bashkë do të shihemi në një vlog tjetër. Ju puth dhe shumë faleminderit nëse keni arritur deri në këtë pikë.